dashur miq, ja ku jemi bashkë sërish, takohemi edhe patjetër që në ritmet e emocioneve dinamik, patjetër dhe lajme të bukura. Si gjithmonë. Pa filtra vjen shpejt, por sot do të kemi një artist I cili do të rokas në studion ton, do të ndihet rehat patjetër dhe do të ndihet komfort për të treguar. Filozofia jon vazhdon të jetë e tillë. Në studion ton, gjithë ata të cilët do vinë dhe ulen, do tregojnë jetën e tyre, do tregojnë rrëfimin e tyre, do tregojnë veten e tyre pa filtra, pa censur dhe e rëndësishmja të ndjehen shumë rehat. Gjilola po më duan mikrofonin. Rregulla se ke çove më. Po është okay mendoj, ja? Po fiksare pa filtra. Tani duke qenë se jemi mësuar gjithkohë që të jemi spontane dhe të drejt për drejt, ne mundohemi që edhe personazhet që ftojmë në pa filtra në radar të përshtaten me ambientin dhe me energjinë e vibe-in që ne I krijojmë atyre. Absolutisht në pa filtra, ata kanë për treguar ndoshta edhe më shumë se sa ju e njihni në televizion si një pianist, si një songwriter, si një producer, si një muzikant, si një djalë I cili patjetër që bën muzikë, bën tekste, edhe këndon, domethënë ai është multitasking, mund ta prezantojmë edhe si tekst shkruese, edhe si muzikant. Kemi zgjedhur. Po patjetër e gjejmë veten kudo. E rëndësishme është që e gjejmë veten këtu tek bota e artit, është Sergio Hajdini. Përshëndetje. Vë cikleta shi, përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën edhe vitë mbar po nisim kështu me urime. Faleminderit ty. Për qetësinë që transmeton edhe pjekurinë e mendimit që ke. Duhet I heqim filtrat. Po dëgjoj, ç'është që duhet I heqim pak filtra. Edhe po të ingranohesh pak se do filloj të nxehet situata. Sapo tani direkt. Okay. Jemi gati. Kështu që lidhim ripin e sigurimit dhe nisim direkt pa filtra. Ta bëjmë këtë pyetjen e parë njerësi, si ka qenë ky vit, jo kjo periudhë, por ky vit për ty, domethënë viti 2025 ja. Po, ka qenë goxha intensiv do të thoja, me shumë projekte, me disa ndryshime, studio e re, shtëpi e re, emisioni I ri, këngë të reja. Edhe shtëpi e re, e bërë dhe me shtëpi të re. Do me thënë. Okej. Po. Edhe ka qenë goxha intensiv, edhe këto ditë e fundit pastaj kanë qenë jo festat, jo emisione, gjëra, kështu që një penjimi që ke në televizion duhet thënë që është një angazhim më vete. Po, është e vërtet sepse tani në këtë periudhë ke parasysh se juve jeni vetë të televizionit, kështu që ka pas ngarkesa, ju festivali që periudha festave. Kështu që vazhdojmë. Po ka qenë edhe kur prodhon muzikë? I qet jam zakonisht. Ja. Po, edhe jam se kush të motivon, dielli apo hona? Kush të nxit kreativitetin? Po, së fundmi ka qenë dielli, po edhe pse s'kemi pasur shumë se ka rënë shik toko, po që mundohem që të gjej. Kush shkruan? Edhe ditën edhe natën. Më përpara ka pas shkruar natën, më tepër tani e kam kthyer pak disi. Oh. Po, do me thonë në gjithë... Shiko, një person që është kreativ, është gjithmonë kreativ. Varet se ku mund t'jesh. Për shembull këngën e fundit që kam shkruar për vete, e kam shkruar ose e kam kompozuar le të them duke parë një ndeshje futbolli edhe po, ka qenë botrori. Në ndeshje futbolli. Po, edhe më vinte. Po çfarë ka frymëzuar aty? Se zakonisht në ndeshjet e futbollit ka zhurmë. Do luante më duket Shqipëria, nuk e di me kë ka pasur. Po mirë. Je çonke etnocentrik, patriot kështu, jo, nuk ka lidhje. Po kush frymëzoi? Nuk e di, merr një melodi kështu edhe. Domethënë dua të them që nuk ka rëndësi se ku je. Pastaj duhet momenti I dur për ta zhvilluar etj. Po një artist e frymëzon më shumë janë këto momentet e vështira sepse ndonjëherë bëhen katapult për të prodhuar muzikë të bukur apo momentet e bukura. Ku e gjen ti frymëzimin më shumë se varet, bëhet këndasia. Nuk ka asnjë, se është një pyetje që I bëhet çdo artisti. Domethënë, unë personalisht mendoj që nuk e pret çdo gjë ndikon, por nuk është se unë mërzita tani edhe po ulem. Ka momente që ulem, por kur unë jam I mërzitur apo I acaruar, vështirë që të ulem direkt bëj muzikë. Po muzika ka një efekt, do thoya që je I lumtur, gjen diçka të lumtur. Do të kërcesh, gjen diçka, do të qash, gjen një muzikë. Baladat. Në përgjithësi janë me pak nota kështu. Trishtimi, nëse do të qash, mund të dëgjosh një baladë dhimbshme, kam dhe unë ca tilla. I ke. Edhe ku shikon më shumë veten tek këto baladat, tek këto muzikë? Ne shikoj më tepër veten në balada, po domethënë kam edhe tenton të guxosh edhe të ndërrosh rrymë muzikore. Kam bërë edhe këngë pak më ritmike, kam dhe disa tjera që po I punoj për albumin që jam duke bërë. Që do kemi një mix gjërash, që mos jemi tek ajo balada, okay, baladat janë, por duhet të provoj edhe gjëra tjera që mendoj që më rrin mirë.
Po. Okej, Angel kishte sa pyetje shumë pikante ti direkt pa humbur fare kohën. Ne kemi shumë pyetje të bukura patjetër. Kemi shumë pyetje të bukura, kemi rubrikë je gati, ë? Je gati? Të përgatitur edhe patjetër për të bërë një rubrikë që kemi shumë bukur ne tani. Tani Sergio ne të vendosim pak në siklet edhe në qoftë se ti nuk tregon përgjigjen e kësaj pyetje je i destinuar për të hequr diçka nga trupi. Kështu që pa humbur kohë. Kam vesh. Jo, kam vesh një kështu kanatiere, kështu lejlam duket. Nuk shkon me lukë. Jo, unë shkoj zez aty. Po poshtë është një. Po mirë, s'ka kështu. Po mos e jemi pa filtra ne. Pa filtra. Tani, tash unë erdha. A ka një artist shumë të famshëm që sipas teje është totalisht overrated? Çfarë do të them më tash? Po vetëm në fillim të famshëm overrated. Po. Po Britney Spears ka që. Ja. Po Britney Spears ka. Po se s'më thes, ma nuk ma. Po kjo Shakira për shembull, ja. Është një kjo Shakira. Në fjalën në Shqipëri gjithmonë qëndrojnë brenda vendit. Në Shqipëri. Po ke parasysh kur nuk njëjmë. Ose duhet të heqim xhaketën. Konflikt interesi, ja? Të do të heqim diçka. Orën direkt xhaketa ky. Okej, orën, se pas orën. Duhet pas kemi punë. Që morëm. Shumë përfshirjen tënde, hajde. Okej. Thuaj një artist që është bërë i famshëm vetëm nga skandalet, jo nga muzika. Artist? Po, ka folur më shumë skandale se sa muzika për të. Të të ndihmoj këtu. Stresi për shembull ka filluar me mendoj unë se nuk është se kam ndjekur, nuk është se kam ndjekur shumë, po. Nuk po ngelet. Sa mendimi ke për muzik? Ma të këngën në artisti mirë është. Të pëlqen. Po jo, nëse do kishje nuk ka ndonjë skandal aty? Dhe muzika nuk është pak skandaloze apo s'ka lidhje fare me skandaloze për mirë do them. Po noizi është tani skandaleve, promovimi të skandaleve të grushtave të zënkave të. Po nuk mendoj që është bërë i famshëm nga këto. Ato janë pjesë e jetës. Noizi është tjetër stat, patjetër do gjithë publiku. Stresi që mos jemi kështu, stresi shumë artisti mirë, po. Ndoshta është bërë pak më buj për gjërat që ka. Ai ka më të zhurmë, apo e kuptojmë kontekstin, eksakt. Po. Ka një artist që kur këndon do doje t'i mbyllje volumin. Si profesionist që je. Kur këndon ai më të shordon veshët, ne mbyll fare volumin. Po janë disa, po ja ul volumi se kanë shumë emocion, kanë shumë diafragmë. Emër, një emër këtu. Sa bukur mbulove ti profesionalisht këtë fjalë, sa bukur qes. Po sepse kanë shumë energji, e kupton? Kështu që Emër të them. Kamela Islama ka shumë potencë edhe kur këndon shumë domethënë I them ule pak. Më duket se ke çik nisi me Kamela. Edhe nuk ngele teatri për shkak. Unë po më do thëja Xhilioli në direkt. Jo se më vret veshet, po se ka shumë potencial. Okej, e rregullove bukur. Unë doja të nxjerra diçka tjetër këtu po. Jo ka qëmbël. Se je akrepo burrë. Po tani një artist që mendon që një artist që bën show, por jo muzik, nuk ka talent. Thjesht bën show. Del bën show, po nuk ka brum. Po, gjitha këto pyetje ti keni mbledh shumë në një vend. Spicy janë që këto në një vend janë. Po tani, shiko. Dhe përgatitur për pyetjen e radhës që jetë shumë pikante që do kemi atë rërëron që kemi menduar të bashkë. E ke gati një pyetje? Jo, mendoj e ke ti aty tek ajo po që kemi diskutuar. Shikoj aty me disa tyre ke një pyetje shumë pikante aty. Që bën show po s'ka talent. Po pse më vini në këto pozita mos? Po hama se po s'më jep një ndihmë, më duhet një ndihmë se tani bën show por s'ka talent. Kjo është pyetja. Këto të gocat e TikTokut për shembull të japin një indicë apo si ndjek fare nga TikToku? Po të them që s'kam TikTok ti. Edhe unë besoj, po edhe ja zakonisht dani ato. TikToku, Instagrami janë bër ka shumë këngëtar ose performues që nuk është se thjesht e bëjnë atë gjë për të bërë diçka, okay, duhet bëjmë diçka se është edhe periudhë e koha TikTokut e këtyre gjërave po. Nuk më vin një emër se unë bëj muzikë me njerëz që I kam shumë afër, I kam miq.
nuk bëj muzikë komerciale për Elitare, të ti bërë. bën muzikë elitare, profesionale. Jo, unë bëj atë që unë mendoj që duhet bërë. Pastaj është publiku edhe njerëzit ato që e vlerësojnë apo Që e që e gjejnë vendosin. veten. Shumë bukur. Tani mund të heqë xhaketën të lutem se nuk ka thënë asnjë. Po mi më hajde. Sa pyetje janë? Vazhdojmë, kemi. Ke bërë shumë e keni. Jo, se ka dhe një dimik. Mi që kanë vesh kanë atjera. Plus 18 nuk e vendosin, jo, mos mirakos Jo, pa. shumë bukur je vesh, shumë bukur. Po ta dia kështu pse s'më the. Shko, je shumë E, po style. kjo është e bukur e rubrikës Shiko, tonë. po t'jap një dim të vogël ke dhe një Style. kështu të vogël që mund ta Mund ta heqësh. heq. Justifikosh vetë që Po, s'është heq. pyetje shumë Kemi pikante. Gjithsesi kemi dhe një ndim, patjetër. Pyetjen që na duhet që të bëjmë gati skemën tani, okay? Ke një këngëtar që s'do duhet të këndonte live. Që s'do duaj. Po. Live nuk duhet dalë, të këndoj kur, domethënë. Playback, okay, po live jo. I kam gjetë si leqme, ha? Po çka këngëtar. Shiko, okay, shiko. Ai, Tani unë do të ndihmoj, mos zhvish diçka këtu, po do marrësh një dënim. Je gati të marrësh një dënim? Një dënim. Po çfarë ju po më bëni, më keni po më persekutoni. Hajde njerëz. Okej. Nuk është aq i frikshëm, bëj si të bësh. Presim pak Fation. Fatjo. Okej. Fation. Ky Ky është dënimi, patjetër ky është dënimi. Këngëtari i cili nuk duhet të këndonte live. Patjetër pranoj dënimin, kështu Po që vetë prit, quhet, ti ja, duro. do. Jo, po jo, ti s'mund të bësh pas nuk quhet. Jemi me dënimi. Do ta thash. Do ta them. Hajde, shpirt na thuaj. Atje, jo tek unë, jo. Dënimi nuk është për mua, është për Sergjon. Është situata mirë. Okej, ha. Këngëtar që më mirë mos këndoj live, kush mos këndoj live. Më jep një ide më kur si e ka. Jo, trembë. Po jo tek unë, jo tek unë, andej. Unë kam frikë për vete. Thuaj Oh my emrin. god, i kam. Iko e. Çfarë më them më? Po thash me emrin tim. Jo, nuk quhet. Hajde mos na zgjënjë Sergjo, një. Sergjon, nëse s'tua emër, duhet ta varësh qaf. Po jo, se nuk. Jo. Jo tek Çfarë më unë. them, prit, një sekond, më jepni Se kohë. di pse po vjen tek unë, do pra. moderoj. Serena Sula. Serena Sula. Serena Sula, është ajo goca që del në TikTok kështu. Po mirë, okay. A ka fushi potenciale për të kënduar live ajo? S'është këngëtare, jo, nuk është. Nuk është, Nuk e është. thash. Ta shqyr. Quhet? E kaluar si sfidë. U kalua. A pra më jepni një ndihmë, pra mos. I ke frikë? Po nuk është se, shikon, kur Shiko, kam qenë i vogël. preke. Mund ta ledatosh pak. Kur kam Let, ha. kur kam qenë i vogël, Ëh. un kam pas kapur kështu zhapish, gjëra, po nuk e di pastaj se ça ndodhi dhe ndryshova komplet. Kjo Jo, nuk është se jam kështu, po Shiko, unë mendoj Sergjo që po ti këndosh ti tani një këngë. Gjarë për jo ndoj qetësohet shumë. E ka të efekt. Këndojmë pak, shikojmë se si është Lorna, e ka të efekt. Si është një i vogël rime ndushëm beba. Oh. Shikon si Vazhdo. Skeqëri ka që më ndushëm beba. Wow! Lorna, mund ta marrësh pyrti? Si duket? Është situata. E ka gjithmonë mendjen këtu. Po ai shumë sa Dëgjoj, bërtitet ti. nuk vjen të të asistosh ta kapësh çështën te dora këtu për shembull. Ai shumë sa bërtitet ti. Duhet këndos Sergjo, vazhdo Sergjo. Ej, pa ai duket shumë i vëmendshëm, ëh? Qingji i vogël rime ndushëm beba. Tarara ka shumë trishtushëm beba. Juria në këto momente po Tarararararara tring 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 po zila nuk ka. Se ka zile. Tarararararana. Me qenë se jemi këtu të gjarë, për cila është historia më rrezikshme që ke dëgjuar ti? Ndonjëherë me një gjarë. Tek ta afërmit e tu, shoqëria, amësia, ka ndodhur ndonjë gjë kështu? Dalin kështu kur është vap, kam dëgjuar që dalin në rrugë ose dalin ose nëpër fshatra. Këtë e dim, po ndonjë histori që të ka ndodhur për shembull tek ta afërmit e tua, se diçka e tillë. Ka ndodhur një herë, po jo kështu nuk kam pasur. Te Gjiljola këtu. Më futur një në këpuc, po ishte një i vogël kështu. Ishte një i vogël fare, nuk ishte i gjarpër, po nuk e di çfarë ishte. Ka qenë klish i vogël.
Edhe më shfutur një në këpucë edhe unë 6 muaj resh kontrolloja, oh my god. Kontrolloja këpucën, sepse u fiksova Shumë kështu trimje, me... për zot e madh. Po guxon të kthesh përgjigje dhe ndërkohë gjarpin aty, kjo është sfida. Wow, zemra, nuk ka mundësi ai të shikon ty ashtu. Zemra, është normal ky gjarpi? Është normal çfarë është femra apo mashkull? Çfarë është? Është femër. Po, ndoshta është dashuruar me Sergio. Tani, Ta kapja një kështu. do vazhdojmë nga ritmi në ritëm, është situata që ne skenojmë këtu pranket e caktuara. Di që ke një misi shumë të konsiderueshme me Kleonikin, një personazh që le të themi është shumë i njohur momentalisht edhe në tregun shqiptar. Kështu që çfarë do të skenojmë me Kleonikin? Po çfarë do të skenojmë? Kleonikin e ke shoqë, kështu marrëdhënie e ke tepër të mira, shoqëri, muhabet, plot. Jemi shumë miq, punojmë bashkë. Punoni bashkë. Në muzikë sidomos në këngë që bëjmë, kështu që. Cila mendon se do ishte ajo gjëja që po ta godisje me këtë prank do përbënte kështu. Kuriozitet maksimal. Ti bëjmë një telefon, mendon që Do të bëjmë telefon, patjetër. Si do veprojmë me Kleonikin? Po shiko, unë aktualisht, se tani që po mendohem, isha jam duke i mbajtur macet e saja. Macet e saj, po i ka pikë të dobët macet, po e vërtet. Nuk është në Tiranë, kështu që ti bëjmë në një prank sikur s'po gjej një mace ose sikur s'po e shoh. Më ka rënë mace. Mace ka? Unë kam mace vete dhe kuptoj shumë mirë se çfarë do të thotë të humbas ose të tikë mace nga shtëpia. Me sa di unë i kam marrë në Amerikë, po janë. Shiko, fokusohemi atë. Ka rënë mace nga balkon? Ka ikur mace? Jo, s'po e gjej, ti them, nuk e di. Ka ikur. Do çmendet. Mirë, miq, sapo të na përgjigjet Kleoniki, presim vetëm 5 minuta, do vazhdojmë një rubrikë shumë bukur që kemi përgatitur, po ose jo është rubrika këtu që po ose jo. Direkt. A ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga muzika? A të ka thyer zemër ndonjëherë industria muzikore? A ke refuzuar ndonjë projekt që mund të sillte famë? A mendon se talenti pa punë nuk vlen? A është muzika mënyra jote për shprehur emocionet? Okej, a ke shkruar ndonjëherë këngë nga dhimbja personale? Po, ka ndodhur. A të frikson suksesi? Ja. A je më shumë perfeksionist se sa ç'dukesh? Po, jam. A është fama më e vështirë se sa duket nga jashtë? Ja. A mendon se publiku shqiptar është i sinqert me artistët? Po, edhe jo. A ke një ëndër që ende se ke realizuar? Po. Okej? E rëndësishme kjo, se patjetër kjo është suksesi. A do doje të vazhdoj muzikën edhe nëse do kishe famë? Po. Okej. A ke menduar ndonjëherë se disa artistë janë famë pa talent? Po. A ka artistë që njihen vetëm nga skandalet jo nga muzika? Po ka e folëm. A mendon se zëri nuk është më i rëndësishëm për suksesin? Po. Okej, a mendon se disa këngëtarë janë produkti i rrjeteve sociale jo i talentit? Po. A do e pranojnë bashkëpunim me një këngëtar që ka famë por jo se bën art dhe nuk di të këndojë të performojë? Po. Okej, a të ka zgënjur ndonjë artist që e ke pasur idhull? Po edhe më ka zgënjur. Shqiptari huaj? Po ndoshta edhe shqiptarët tuaja. Po shqiptari. Tash unë e fitova sfidën. E fitoj. Semi do më gjë këtu. Ai super fitoi sfidën. Ishte shumë i Sergio, gëzimshëm. ti ke dalë në një puntat le të themi tek përputhe, një emision dating show në Top Channel ku ke shkuar aty. Po. Çfarë bëra aty ti? Do e mendoje për shkak? Kur ishte ti aty? Se s'kam qenë. Se ke parti. Ç'është ja për shkak? Kjo është informacion që ka. Ti më fton në emision mua dhe nuk të di se. Më falni sekondë, jo, po. Kë ke përballur? Unë të njoh për songwriter, të njoh për muzikant, të njoh për Çfarë ndodhi aty? Ne sapo e flisim që nëse nuk je pak show entertain. Pak po mirë, sikur çfarë periudhë ke qenë se aty vetë kam qenë unë. Ke qenë ti Ke vërtet? qenë aty kur kam më qenë unë për shembull. Jo, ka qenë këtë sezon, ja. Një muaj, nuk ka shumë. Ka 2 muaj diçka. Çfarë ndodhi aty? Shkove thjesht për një. Po neve shkuam me Kleonikin, në fakt bëjmë një performancë. Okej. Kleoniki besoj ishte. Jalla, po ti folo burri dhe ota kur se kam parë. Me piano, thashë ishte konkurrent aty në përputhen. Më konkurrent nuk isha. E mendon në performancën e ditë ashtu. Do doje. Po me Kleoniki. Jemi. Alo, çfarë bën? Që në shpe, po ti? U lodhe, qa bërë, si shkoj? Ja, mirë. Edhe unë ke shtëpia jam. Tu te shtëpia. Qa po bëm? Po, s'po gjej një mace, ku e di unë? Si s'po gjenë? Po, ku e di unë, s'po, mos... Gjo, shife njëherë poshtë aty, poshtë divanit? Po, kur jina ato, se unë pash divan, më pash.
Poshtë divanit në sallon. Po shikoj unë një sekond. Një sekund, hape kamerën, po futet dorën poshtë divanit, se kam një hapse aty brenda divanit, si quhet ka bërë një si ti foleja aty në divan, vërë dorën. Po ja një moment. Po nuk është, nuk është. Një sekund, Sergio, ma hapa kamerën, të lutem, ma hapa. U bë keq. U bë shumë keq. Ja, U bë shumë keq. Aq pak? Po pse ndërpreve, ishte shumë. Ti e bëre që e bëre keq. Jo, se u bë keq. Baja edhe 10 sekonda. Po më merr në vit. Oj, sekond. Duhet ja them. Okej, çaj. Ka ikur jashtë, ka dalë jashtë. Baja 10 sekonda. Duhet ja them, jo se po më merr në vit. Po të shaj tani, hajde. Për të shajën tani. Okej, pres, mos e thoj direkt. Ishte prank, se jam i ftuar në një. Të kërkojmë shumë ndjes. Patjetër, emocionet forta se që ta, urojmë që dhe Kleoniki ta kuptoj këtë situatë, Sergio më lejo të pyes si ka nisur kjo shoqëria me Kleonikin. Më duket jemi njohur në Instagram, në për story, në për gjëra, muzikë, kështu, më duket I kam shkruar, po ka, më bën gati 10 vjet ose diçka. 8-9 vjet. Edhe më duket kishte postuar se para ca ditësh e kemi diskutuar si jemi njohur, sa vite u bëm edhe unë I shkroj kishte nxjerr një cover diçka dhe unë I them, po pse nuk bën një këngë tënde? Se dëgjova që kishte talent edhe zërin e kishte shumë mirë. Ka dhëna. Kleoniki ka një vokal shumë të mirë. Madje unë nuk dua që ta krahasoj, por shumë njerëz e krahasojnë Dua Lipa, I thonë, në fakt e ka timbrin. Shumë pop, shumë radio. Ka dhëna po. Kështu që ne jemi njohur në Instagram, më thënë kam shkruar pse nuk bën një këngë tënde. Edhe aty pastaj ma ta provojmë, ma ta bëjmë edhe këngën e parë. Sergio më lejo të shuaj një kureshte që patjetër është edhe I publikut momentalisht. Është një ndër emrat më të përfolur për këtë edicion të Big Brother VIP Kleoniki. Do futet, do ketë diçka, të ka komunikuar patjetër se me miqtë e ngushtë janë ato që do komunikojnë më shumë. Nuk do të thënë kemi diskutuar në përgjithësi kështu, por nuk është se do ketë apo nuk e di. E kam me dëshirë futjen aty brenda. Po është diskutuar që ndoshta jo, po akoma nuk kam një informacion konkret që të them që po ose jo se. Është diskutuar. Kemi diçka në ato ujra. Dëgjoj, tani në profilin e Instagramit kam nevojë të rrëfej, thua ti se akoma ndjej. Kam nevojë të rrëfej se akoma ndjej. Nuk e ndjen. Kush është? Në tentativë ose Nuk është se ka një gjë konkrete, realisht për këtë këngë të paktën, se është thjesht një tekst që unë kam shkruar për ty përshtatur. Po statusi jot si është? Sergio I lidhur, I zgjidhur, si të kemi, ja? Statusi është në vajzë zemrën tënde? Statusi është I zgjidhur se Fjodora atë emisioni çdo ditë ma përmend. Edhe jemi bërë kështu dhe është bërë shumë normale kjo që unë jam I zgjidhur, po mundohemi të më gjej shpirti binjak, po nuk se ka mendim. Nuk aty tek ti mësoni Fjodorës. Jo, po ka momente kështu gallate që Na këndon vetëm pak refrenin nëse mundesh? Rim dhe pak të dy bashkë të më thuaj tani një siti ku ta gjej. Po ti ke frikë gjarprind, kështu që nuk je ti. Do jesh ti po ta marrim dhe një gjarprind, ta marrim dhe një. Jo, tani do të guxoj. Më pëlqeu shumë kjo që më materiali që të ka katapultuar më shumë me publikun dhe që ti e ke më afër zemrës, cili është? Po me thënë drejtë nuk I ndaj. Edhe një refren kështu të shkurtër. Nuk I ndaj dot këngët e mia, po edhe pafundësi një balad para disa vitesh që e kam bërë është edhe sot njerëzit e dëgjojnë dhe më shkruajnë. Kush është kënga që ka luajtur më shumë emocionet? E publikut, edhe të tuat patjetër, dhe që ti e ke më afër zemrës. Sa herë qëndron Kjo ka qenë këngë magjike para gati 10 vjet gati. Është aty nuk ka fjalë një shikim I mjafton dhe bota e të rimërtje të fortë. Ne ka I ka zeri sot e një. Ko është refreni? Mbas pak është refreni.
për gjithmonë. Një dashuri nuk ka emër, nuk ka shpjegim. Ti mos u lot të gjesh një kuptim. Hey, ajo lufton në pafundësi. Asgjë nuk kërkon, vetëm dhuron këmbim. Pëlqen kjo? Shumë me botë, shumë me thellë, shumë emocionale. Thashëm, po s'm Këtë ke më afër zemrës, këtë ke të preferuarën tënde apo? Jo, të gjitha këngët si nuk i ndaj. Nuk i ndan. Është sipas gjendjes së ditës, ku di unë varet. Tash je i mërzitur, dëgjon një gjë, je i lumtur apo i gëzuar apo do të, ku di unë, apo në stërvitje, në palese. Është gjendje. Dëgjon një gjë pak më ritmike. Do të pjesë ndonjë bashkëpunim, ndonjë projekt në furrë, momentalisht. Diçka, kam shumë projekte të mia, siç thash jam duke realizuar albumin tim, do ketë këngë të ndryshme. Po realizon albumin tënd. Po, në shkurt mendoj që do të publikoj këngën e radhës, që do jetë Sa këngë përmban ky album? Do jetë një EP, mund të jenë diku ke 5 këngë. 5 këngë. Por unë do t'i nxjerr, do t'i publikoj si single, pra mendoj tek e tek deri nga vera. Kam projekt, kam ide bashkëpunimi, po akoma nuk kam bërë diçka konkrete që t'ju them. Kam emra në mendje, por duhet që t'i punoj, t'i mbyll, pastaj t'ua afroj. Japim dhe një mesazh të fundit, sepse kaluam realisht tepër të përbukur. Thamë sot një miks emocionesh, po kjo është e bukura e formatit ton pa filtra mish, adrenalina, dinamizmi, kemi përjetuar frikë sot, kemi përjetuar emocione të forta siç janë ato të një kafshë, që kush ka kafshë patjetër që e kupton më së miri. Jo, dua t'i kërkoj falje Kleonikit. Te Kleonikit që e bëra të ndiej keq ose realisht. I kërkojmë ndjes realist. Po, duhet të kërkojmë ndjes patjetër. Kërkojmë ndjes realist, se unë e di që janë emocione të forta. Un kam një qen pastor, kështu që e kuptoj që do më ndje keq. Po ishte thjesht një prank. Të bëhet ashtu të dhimbje emocioni. Një mesazh të fundit Sergio dhe e përmbyllim. Po t'ju them suksese juve, gëzuar festat, vit të mbar, shëndet mbi të gjitha edhe faleminderit gëzuar dhe ty, por një mesazh se kisha fjalën këtu që ty të frymëzon, më shumë të motivon për jetën tënde, ke kështu si life motiv në jetën tënde. Po, mendoj të qëndroj me këmbë në tokë, sepse në këto kohë që po jetojmë, ça nuk shohim edhe ça nuk na dëgjojnë veshët, me këmbë në tokë, sa më shumë pozitivitet, edhe gjitha gjërat pastaj vijnë. Okej, mirë, bukur shumë. Shumë kënaqësi, e lumtur që ndava sot podcastin me ty, për guximin, adrenalinën, emocionin dhe frikën e guximshme që nuk e transmetove, por unë e ndjeva si edhe kisha komunikuar ndonjëherë me Gjarpin në ato lloj forme si. Jo, asnjëherë, vetëm kështu për se lart. Jo, por e kape, ishte adrenalinë, do jam shumë e lumtur që ndave sot podcastin me ne, absolutisht, dhe ne do të rishihemi sërish në puntatën e ardhshme, dhe deri atëherë mos harroni që të na ndiqni në YouTube, në Instagram. Dhe gjithashtu, ku jemi tjetër ne? Në të gjitha rrjetet tona sociale, Angeli Dikolli, Xheliola Lamaj, na klikoni gjithashtu në portalin ton radar.al-miq, gjithashtu dhe në YouTube-in ton dhe gjithandej ku ne kemi mundësinë të transmetohemi. Pa filtra vjen shumë shpejt tek ju në puntatën tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë kemi mesazh. Duajeni çdo gjë që bën në jetë. Çdo gjë bëhet në këtë jetë, mjafton ta duash vërtet. Natën e mirë. Natën.